Një aksident i rënd rrugor është regjistruar pas ditën e të hënës në hyrje të tunelit të Llogaras në aksin Orikum Himar, duke shkaktuar shqetësim dhe ndërhyrje të menjëhershme të shërbimeve emergjente. Sipas informacioneve, një automjet që po udhtonte në drejtim të Himarës ka humbur kontrollin dhe është përplasur me barierat metalike anësore të rrugës. Si pasojë e përplasjes së fortë, mbrojtëset metalike kanë depërtuar në brendësi të mjetit duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe duke rrezikuar seriozisht jetën e drejtuesit të mjetit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë, shërbimi zjarfikës dhe autoambulanca. Ekipet e emergjencës kanë punuar për nxjerrjen e drejtuesit nga automjeti i dëmtuar, ndërsa zona e siguruar për të shmangur rreziqe të tjera për qarkullim. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Florës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Gjendja e tij shëndetësore ka qenë e rënduar në momentin e përplasjes, ndërsa është dashur edhe ndërhyrja e mjekëve. Ndërkohë autoritetet kanë vijuar hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, si dhe për të përcaktuar nëse kanë ndikuar faktorë si shpejtësia, kushtet e rrugës apo pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit.